Me Tiranës. Suksese. Po vende të lira, po vini ndonjë stona. Ke të drejtë të po thoni. Mendoni edhe për moshën. Patjetër, edhe të po thoni, ky vendi këtu tek. Se keni prindër vetë. Na është bërë qefi që gratë kanë dhënë fondin që duhet pa kështu. Vetë që na takoni pa, s'kemi nevojë fare për ta rrojë. Unë them që ne duhet bëjmë detyra se ka shumë gjëra për të pasur. Drejt rrugës së sportizit elitar. Elitar është re, ka pandecimin është ka provu në komunitarisë për të mos shpitore. Nuk ka drejtë kalon profesë dhe dështimeve tona. Ti mos u dëgur ajo. Ka pengesa plot, po ti ecë përpara. Do bëjmë më mirë pa. Patjetër. Po tepër si gratë vajza. Patjetër. Sa më shumë të tilla bizneset kemi edhe se na zbukurojnë qytetin. Ne bëjmë ambientin, qytetin, lagjen. Me te jam, unë do të vi pa. Unë jam me ju. Me ti burën e punës. Shumë faleminderit. Komuniteti do të ketë hapësirën e vet, edhe që ti shërbesh, pra ti shërbesh time, shërbimin ton kafe, bar, po nga tjetër edhe vetë hapësira që krijon ta shtëpia, ti shërbej njerëzve. Ti shërbej një nënë me fëmijë, që mund të ketë takatin tulet në kafe, një pensionist i gjë gjithmonë ka takatin tulet në kafe. Pra këtë gjë do ta shikojmë së bashku. Pas keni goxha njerëz që punojnë, Verdi është pronar, banor i zonës. 8 punëtorë. 8 punëtorë. Po e para që të bravo të qoftë që e para ke investuar po, jo vetëm kaq, por edhe ke investuar te një ekip profesionistë që na të ri, që janë dedikuar për të shërbyer. Me Fllannzën kemi një histori. Jemi takuar bashkë në qendrën shëndetësore këtu afër, dhe për herë të parë ku kemi përfshirë vaksinën e HPV-s, vaksinën që bon vajzat. Vajza ishte e para, po, që e bon vaksinën të aty. Doza e parë. Po. Je provuar në disa të kastere. Mbar.